Vazhdon predikimi i Jezusit në mal. Mos mblidhni për vete thesare mbi tokë, kur i brejnë tenja dhe ndryshku, dhe ku vjedhësit shpërthejnë dhe vjedhin. Përkundrazi mblidhini për vete thesaret në qiell, ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin, sepse ku është thesari juaj do të jetë edhe zemra juaj. Drita e trupit është syri, në qoftë se syri yt është i pastër, gjithë trupi yt do të jetë i ndriçuar, por në qoftë se syri yt është i ligë, gjithë trupi yt do të jetë në errësirë. Në qoftë se drita, pra, që është në ty, është errësirë, sa e madhe do të jetë errësira. Askush nuk mund të shërbej dy zotrinjve, sepse ose do të urrej njërin dhe do të adoj tjetrin, ose do t'i qëndroj besnik njërit dhe do të përçmoj tjetrin. Ju nuk mundeni t'i shërbeni Perëndis dhe Mamonit, dreqit. Prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani ose do të pini, as për trupin tuaj, për atë që do të vishni. A nuk është vallë jeta më me vlerë se ushqimi dhe trupi më me vlerë se veshja? Vini re zogjtë e qiellit. Ata nuk mbjellin, nuk korrin dhe nuk mbledhin në hambare. Megjithatë, Ati juaj qiellor i ushqen. A nuk vleni ju shumë më tepër se sa ata? Dhe cili nga ju me gjithë kujdesin e tij mund t'i shtojë shtatin e tij qoftë dhe një kubit të vetëm? Pse shqetësoni për veshjen tuaj? Vini re si rriten zambakët e fushës. Ata nuk lodhen dhe nuk tjerrin. Dhe unë pra po ju them se Salomoni vetë me gjithë lavdinë e tij nuk ishte veshur si ndonjë nga ata. Tani, nëse Perëndia e vesh kështu barin e fushës, që sot është dhe nesër hidhet në furr, vallë nuk do t'ju vesh shumë më tepër ju, njerëz besim pak? Mos u shqetësoni, pra duke thënë, çfarë do të ham ose çfarë do të pim, ose me çfarë do të vishemi, sepse janë paganët ata që kërkojnë të gjitha këto gjëra. Ati juaj qiellor pra e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra. Por para se gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij, dhe të gjithë këto gjëra do t'ju shtohen. Mos u bregosni pra për të nesërmen, sepse e nesërmja do të kujdeset vetëm për vete. Sepse e nesërmja do të kujdeset vetë për vete, se cilës ditë i mjafton pikëllimi i vetë.